Publikimi I fundit I dokumenteve hetimore për çështjen e Epstein ka ngritur pikpyetje të reja mbi transparencën e autoriteteve amerikane. Sipas CNN, nga qindra e intervista të zhvilluara nga FBI me dëshmitar dhe persona të lidhur me rrjetin e dyshuar të trafikimit seksual, një pjesë e konsiderueshme nuk është përfshirë në dosjet e bëra publike. Dokumentet e dorëzuara më herët avokatëve të bashkëpunëtorëve të Epstein, Ghislaine Maxwell, përmban numra serial për rreth 325 intervista të FBI-s. Megjithatë, analiza tregon se mbi 90 prej tyre, më shumë se 1/4 e totalit, nuk rezulton të jenë të publikuara në faqen zyrtare të Departamentit të Drejtësisë. Mes këtyre materialeve që mungojnë përmenden dhe 3 intervista të lidhura me një grua e cila ka pretenduar se është sulmuar seksualisht nga Donald Trump shumë vite më parë. Mungesat e këtyre dëshmive kanë nxitur reagime politike dhe dyshime mbi plotësinë e publikimit. Çështja u ngrit nga përfaqësues demokrat Robert Garcia, antar I Komitetit të Mbikëqyrjes të Dhomës së Përfaqësuesve, I cili theksoi se zhduke dokumenteve sënon të drejtën publike për transparencë. Kemi një të mbijetuar që ka hedhur akuza serioze ndaj presidentit, por ekziston një grup dokumentash që duhet të jenë intervista të mundshme të FBI-s me këtë person dhe tek të cilat nuk kemi qasje, deklaron ai për CNN. Nga ana tjetër, administrata amerikane ka hedhur poshtë çdo pretendim për manipulim apo fshehje provash. Shtëpia e Bardhit cilëson akuzat ndaj presidentit si të rreme dhe të motivuara politikisht, ndërsa një zëdhënës I Departamentit të Drejtësisë theksoi se asnjë material nuk është fshirë dhe se publikimi është bërë në përputhje me ligjin. Rasti Epstein, I cili vdiq në burg në vitin 2019, ndërsa përballej me akuza për trafikim seksual të miturve, vijon të mbetet një nga dosjet më të ndjeshme në SBA, me pasoja të forta politike dhe ligjore. Çdo mospërputhje e dokumentacionit të rrezikon të thellojë mosbesimin publik dhe të rikthejë debatin mbi përgjegjësinë institucionale.